Një antar kryesie, i cili ka një agendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qef. A ndini i sfiduar nga Ervin Sajani dhe Berisha? Një minutë. Edhe njëherë. Nuk ka asnjë kandidat. Priti një minutë. Tani më tha kështu e para. E dyta, është një antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek, i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agendë personale, ta vazhdoj gjerë në fund. Zoti Berisha, se çfarë ishte salla, atë di unë, i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agendë strikt private. Pra ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saljani? Urdhë? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saljani dhe të tjerë? Të deklarosh se militanti i demokrat nuk ndigjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Dhe vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Pra, të ndjekësh një agendë personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë i sfiduar? Nga Saljani? Apo ndjek të njëjtën rrugë si mos e pyet. Urdhoni? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Mirë. Ai po ndjek të agendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agendën e tij personale. Ajo edhe njëherë i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, ata çfarëisht të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet, se do u dalë, do t'jetë analiza. Durim, përndaj dhe është analiza. Kishte, absolutisht jo, se ngritur fare, të tilla si kënë dëgjuar asnjëherë, po përndaj duhet analiza. Përndaj duhet analiza në parti, sepse ata që i kanë tradhtuar militantët, që punuan për Ami Durmisht e të tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Po paralajmoni përjashtimet e reja? Jo, nuk po paralajmoj. Llogaridhanje paralajmoj. Sigurisht llogaridhanje. Ata që në vend fushatës zgjodhen turizmin në mes të fushatës, natyrisht ata bashkohen sepse kanë qëllimet e tyre. Po këto janë absolutisht gjëja, i përgëzoj dhe njëherë demokratët e Durrësit dhe u garantoj që do ketë një llogaridhanje të plot nga të gjitha strukturat të gjithë drejtuesit. Po pra ata Berisha, kjo agendë personale ndonjë mesazh, meqense përgëzohet ata që nuk shkuan. Po ata që shkuan, keni një mesazh? Thash dhe njëherë, agenda private, disa prej tyre që i njoha, nuk i njoha, të them vërtetën. Pash individ që kanë punuar për Ami Durmisht, pash të tjerë që ja kanë mbathur mes fushatës për turizëm në mënyrë të dokumentuar, po tani këta s'mund të impresionojnë mua. Mund të jetë zoti Saljani i përjashtuar i radhës, nëse vijon këtë gjë që ju thoni agendë personale, pra tani rrezikon nga unë kryesia. Kuptoj që doni ushqim për studio në mënyrë që të mbuloni skandalet e tmerrshme të qeverisë, por e vërteta është që zoti Saljani të vazhdojë agendën e tij personale, edhe nuk ka asnjë lloj. A e ndan kjo agendë personale nga agenda e Partisë Demokratike? A e ndani rrugët ju me zotin Saljani në këtë formë? Ai është i ngarkuar, ka një zonë ku duhet bëj analizën, ka marrë pjesë në analizën atë zonë, është antar kryesie, ai ka të drejtë të shtrojë çdo gjë në kryesi dhe çdo gjë në zonën ku është besuar. Agendë personale, çfarë synime ka sipas jush dhe nga kush frymëzohet? Ka një frymëzim pas asaj? Ato nuk kanë si fare. Pse? Zgjedhja është thelbi i lirisë. Ai ka bërë as zgjedhje, e gëzoft zgjedhjen. Kaq. Zoti Berisha, bashkëpunimi me Saljanin riktheu Bashkinë e Kavajës të Demokratët, po sot? Kush tha? Bashkëpunimi me Saljanin e riktheu
Nga drejtuesit politik. Saljani ishte në Mdjekeq, Saljani ishte në Burg, kur është... Në bashkinë e Tiranës fisnik. Janë marrë 3.000 vota më shumë këto zgjedhje. Janë marrë 3.000 vota më shumë Kavaj këto zgjedhje.